Janë nda, nuk po dihet sigurt a janë nda, ndoshta edhe bashkohen. Përveç lidhjeve të shumta, kurozimeve që kemi kohë pas kohe, një gjë tjetër që po çon buj këto kohëve të fundit, janë edhe divorcet apo prishjet e lidhjeve të estradës. Në vazhdim ju sjellim bashkë cilët prej çifteve të estradës i dhan fund lidhjes së tyre gjatë vitit 2015. Mirë po, mos jeni shumë të sigurt, sepse ata sërish mund bashkohen. Ne ndjekim bashkë materialin e radhës. Nuk janë vetëm këto ceremoni që po karakterizojnë vitin 2015. Vëmendje më të madhe se këto po marrin emocionet të tjera, por jo dhe aq pozitive. Fillimisht, dasma ati u bë lajm e muhabet gjithandej. Agon Sulejmani po i jepte fund beqaris me Egzona Syljen. Prive ishte e pranishme dhe solli detaje që nuk u pan askund tjetër. Lumturia ishte kostumi që veshin gjatë atyre ditëve çifte. E tash veç po kënaqem shumë Nina. Por me sa duket, as ajo nuk zgjati shumë. Një gabim i reperit të grupit Tingulli Trend zëvendësoi gjithë dashurinë dhe një ndjenjë jo shumë të mirë. Tradhtia që i bëri gruas e dërgoi atë drejt aktit të fundit të lidhjes, ndarje. Për të njëjtën arsye, sikur se të agonit me Egzonën, i dhan fund martesës edhe Besa Gashi me Albert Krasniqin. Ky është informacioni që shoqëronte artikujt në median e shkruar, edhe pse çifti nuk ka dhënë deklarata sa i përket këtij vendimi. U përfal se ajo që i tregoi Besës se bashkëshorti i saj e tratonte, ishte mikja e saj, këngëtarja Altuna Sejdio. Por edhe për Tunën dashuria nuk pati një epilog të mirë. Pak javë pas ndarjes së shoqes së saj nga bashkëshorti, këngëtarja u ndan nga reperi Kozman. Ky lajm vazhdon akoma të kryesoj gazetat roz, teksa çifti nuk ka deklaruar asgjë rreth lajmeve të publikuar. Me sa duket, Tuna dhe Koze nuk po nxitojnë me deklarata, pasi që në një të ardhme edhe mund të kthehen sërish në krahët e njëri tjetrit. Edhe Soni nuk ka folur sa i përket ngjarjeve të fundit në jetën e saj private. Sipas informacioneve që ka siguruar Prive, Mala i ka dhënë fund raportit dashuror me bashkëshortin e saj, Mirko. Prindërit e anës me sa duket nuk kanë arritur të gjejnë gjuhën e përbashkët për të vazhduar historinë e tyre deri në fund. A ishin rrenat, distanca apo diçka tjetër në prallën e Sonit dhe Mirkos, detajet nuk janë zbuluar akoma. E jo vetëm ndarje, por edhe padinda një personazhi publik bëri Admir Ismail Ukaj. I dashuri për 15 vite i Aurelia Hoxhës nuk duroi më. Admiri kërkoi divorc nga showgirl për shkak se sipas tij janë përkecuar raportet familjare për arsye të qëndrimit jo korrekt të Aurelias. Çifti kanë filluar bashkë në moshë të re, e deri vonë mes tyre për post dashurisë kishte edhe shumë harmoni që tani u zbe. Prive ka tentuar të kontaktoj me Aurelien, por që nuk kemi marrë akoma një deklaratë nga ajo. Disa e shijuan martesën, e disa të tjerë nuk arritën të parakalonin në altar. A do të bashkohet njërin nga këto çifte? Presim e shohim, sepse vitet kanë lënë gjurmë të pashlyeshme. She's mine. Kjo është e jami. Just mine.